Industria e naftës dhe gazit është bërë një nga sektorët më thelbësor për përmbushjen e kërkesave globale për energji. Për t'ju përgjigjur kësaj kërkese, shumë kompani të naftës dhe gazit angazhohen me shpime në det të hapur, ku platformat offshore luajnë një rol vendimtar në nxjerrjen e naftës së papërpunuar. Nafta e prodhuar nga këto platforma më pas transportohet drejt vendeve të ndryshme për përpunim të mëtejshëm, duke gjeneruar miliarda dollar vlerë ekonomike. Shpimi i naftës në det të hapur kërkon profesionistë shumë të trajnuar dhe të certifikuar. Edhe pse këta punëtor konsiderohen specialist, ata njështrohen trajnimeve të vazhdueshme, me theks të veçantë në procedurat e sigurisë. Kjo sepse puna në platformat offshore përfshin rreziqe të mëdha, si dallgë të larta detare, kushte të paparashikueshme moti, dështime teknike që mund të çojnë në zjarre ose dëme mjedisore dhe në raste ekstreme humbje jete. Për të garantuar sigurinë e punëtorëve, platformat offshore janë të pajisura me dhoma kontrollit të zjarrit. I gjithë personeli është i detyruar të kryejë trajnim për përdorimin e pajisjeve kundër zjarrit, të cilat mund të jenë vendimtare për shpëtimin e jetëve në rast incidenti. Përveç sistemeve të kontrollit të zjarrit, platformat janë të pajisura edhe me mjete sigurie si varkët e shpëtimit, të cilat mund të lëshohen shpejt në det nëse është e nevojshme. Anije të vogla dhe anije ekuipazhi përdoren gjithashtu për transportimin e punëtorëve nga bregu drejt platformave offshore. Megjithatë, kushtet e pafavorshme të motit mund të ndërpresin këto udhëtime dhe të rrisin rrezikun. Prandaj përdoren edhe helikopter të aftë për të operuar në kushte të vështira. Për këtë arsye, platformat offshore janë të pajisura me helipade për uljen e helikopterëve. Zakonisht, çdo platformë offshore punson nga 50 deri në 200 punëtor, si meshkuj, ashtu edhe femra. Në fillim të angazhimit të tyre, punëtorëve u jepen pajisje mbrojtëse, përfshirë uniforma pune, syze sigurie, helmeta, veshje me shtresa dhe çizme me hund qeliku. Ata zakonisht punojnë në turne 12 orëshe. Për ta bërë jetën në det më të përballueshme, platformat e naftës ofrojnë një sër ambientesh që plotësojnë nevojat e përditshme të punëtorëve. Këto përfshin salla rekreacioni, kinema dhe palestra. Këto ambiente, së bashku me frymën e fortë të bashkëpunimit mes kolegëve, ndihmojnë në zbutjen e ndjenjës së izolimit, që mund të linë nga qëndrimi i gjatë larg familjes dhe miqve të afërt. Brenda platformave offshore ka edhe ambiente lavanderie, për të siguruar që rrobat e punëtorëve të mbeten të pastra dhe të freskëta. Kur ndihen të uritur, punëtorët kanë në dispozicion një kuzhinë të dedikuar që ofron një shumëllojshmëri ushqimesh, pijesh dhe vaktesh të vogla të shërbyra në një ambient të përbashkët ngrënie. Për pushim dhe rikuperim, ekuipazhi flen në kabina të pajisura me krevate marinari dhe banjo private. Në rast aksidentësh në punë ose sëmundjesh, platformat offshore janë të pajisura me njësi shëndetësore, të menaxhuara nga staf mjekësor. Këto njësi përmbajnë një gamë të gjerë pajisjesh mjekësore dhe medikamentesh. Stafi mjekësor zakonisht punon në turne 12 orashe dhe është gjithmonë në gatishmëri. Ata zakonisht kthehen në tokë çdo 2 javë për ndërim detyre. Në platformat offshore ekzistojnë shumë pozicione të ndryshme pune, përfshirë menaxher, inxhinier, kuzhinier, staf mjekësor dhe shumë pozicione të tjera. Punojësit e rinj, të cilët ende nuk janë të njohur me pajisjet, mënyrën e funksionimit të tyre dhe rreziqet e mundshme, konsiderohen si janë në fazë trajnimi. Mbi pozicionin roustabout ndodhet floor hand, i njohur edhe si operatori dyshemes së shpimit. Ky rol përfshin asistimin e shpuesit në operacione që zhvillohen në dyshemen e platformës, veçanërisht gjatë lidhjes dhe shkëputjes së tubave të shpimit. Prej tyre pritet të kuptojnë çdo hap të procesit të punës dhe përdorimin e saktë të pajisjeve. Më pas në hierarki vjen pozicioni derrickman. Megjithatë, ndër të gjitha pozicionet e përmendura, një nga rolet më kritike në një platformë offshore është ai i menaxherit të instalimit offshore, i njohur zakonisht si OIM. OIM është përgjegjës për mbikëqyrjen e të gjitha aktiviteteve offshore në platformë, përfshirë operacionet e mirëmbajtjes, proceset e shpimit, realizimin e projekteve dhe trajnimin e personelit. Menaxherët e instalimeve offshore janë të trajnuar posaçërisht për të përballuar situata emergjente dhe për të garantuar mirëqenien, shëndetin dhe sigurinë e të gjithë ekuipazhit. Natyra kërkuese e punës offshore e kombinuar me rreziqet e saj të brendshme
shoqërohet me kompensim financiar të konsiderueshëm, zakonisht shumë më të lartë se paga mesatare e industrisë. Të dhënat e fundit tregojnë një rritje të ndjeshme të ardhurave për këto pozicione. Që nga viti 2025, paga mesatare për punëtorët e platformave offshore në Shtetet e Bashkuara është rreth $78,500 në vit, me një variacion të madh në varësi të rolit specifik, vendodhjes së platformës dhe nivelit të përvojës së punonjësit. Në një kontekst më të gjerë, paga mesatare për punëtorët offshore në SBA lëviz zakonisht ndërmjet $70,000 dhe $90,000 në vit, ndërsa kompensimi total, duke përfshirë pagesat shtesë, bonuset dhe orët jashtëorarit mund të rritet ndjeshëm. Në mënyrë specifike, për pozicionet në platformat e naftës, punëtorët në role hyrëse si roustabouts fitojnë zakonisht rreth $40,000 deri në $60,000 në vit, ndërsa pozicionet me përgjegjësi më të lartë si roughnecks dhe floor hands arrin shpesh $70,000 deri në $90,000 në vit. Për role shumë të specializuara, teknike ose menaxheriale, të ardhurat vjetore mund të kalojnë $100,000, duke arritur në disa raste $200,000 deri në $250,000 në vit, në varësi të nivelit të përgjegjësisë, përvojës dhe kushteve të kontratës. Një nga zhvillimet më të mëdha offshore të naftës në botë është fusha Goliat, e vendosur në brigjet veriore të Norvegjisë. Fusha Goliat u ndërtua fillimisht në vitin 2009 dhe nisi prodhimin në vitin 2017. Licenca e kësaj platforme, ose ndryshe fushe, mbahet nga Vår Energi me një pjesëmarrje prej 65% dhe nga Equinor ASA me 35% e mbetur. Platforma Goliat përfshin objekte prodhimi, magazinimi dhe shkarkimi në formën e një anije lundruese për prodhim, magazinim dhe shkarkim, e njohur si FPSO, së bashku me 8 struktura nënujore, që përmbajnë gjithsej 32 puse. Ky instalim offshore është i aftë të prodhojë deri në 174 milion fuqi nafte të papërpunuar, gjë që kërkon procese nxjerrje shumë komplekse. Për ta bërë këtë të mundur, Vår Energi zhvilloi projektin Goliat FPSO. Struktura masive e shpimit ka një diametër të trupit prej rreth 82 metrash, një kapacitet magazinimi prej afërsisht 950.000 fuqi nafte dhe strehon një staf të përhershëm prej më shumë se 120 personash. Pavarësisht se operon në rajonin arktik, ndërtimi i platformës së fushës Goliat u krye në kantierin detar Hyundai në Korenë e Jugut. Për të arritur në Norvegji, struktura duhet të udhëtonte mbi 25.750 kilometra në përdete të hapura. Platforma offshore u transportua nga anija më e madhe në botë për ngritje të rënda, Dockwise Vanguard. Disa rimorkjator u përdorën për të drejtuar platformën mbi anije dhe për ta tërhequr gradualisht drejt detit të hapur. Më pas, Dockwise Vanguard mbushi rezervuaret e saj të ballastit, duke bërë që anija të zhytej me rreth 30 metra. Pasi platforma u sigurua në vend, rezervuaret u zbrazën, duke ngritur sërish si anijen, ashtu edhe ngarkesën dhe duke përgatitur strukturën për transport. Udhëtimi i platformës Goliat nga Korea e Jugut drejt veriut të Norvegjisë zgjati deri në 63 ditë. Ndryshe nga operacionet toksore të naftës, të cilat mund të zgjerojnë aktivitetin e shpimit sipas nevojës, platformat offshore kërkojnë planifikim të saktë përpara se të nisë shpimi. Kompanitë duhet të dinë paraprakisht madhësinë dhe llojin e saktë të platformës që nevojitet. Ekzistojnë disa lloje platformash offshore, përfshi ato të ndërtuara mbi themelën në ujëra të cekta, platformat lundruese të lidhura me fundin e detit, dhe platformat e instaluara mbi anije ose barazha. Këto platforma të lëvizshme mund të zhvendosen lehtësisht nga një vend shpimi në tjetrin nëse një pus shteron. Ka disa arsye kryesore përse kërkesa për ndërtimin e platformave offshore mbetet e lartë edhe sot. Së pari, bolleku i burimeve të naftës në tokë ka shtyrë shumë kompani të investojnë në nxjerrjen e naftës, si në tokë ashtu edhe në det. Së dyti, pavarësisht përpjekjeve për të kaluar drejt burimeve të rinovueshme të energjisë, ekonomia globale vazhdon të mbështetet fort te karburantet fosile, si nafta dhe gazi natyror. Sistemet e transportit, përfshirë makinat, autobusët, motocikletat, avionet dhe anijet, mbeten kryesisht të varura nga nafta. Rritja e popullsisë dhe industrializimi vazhdojnë të rrisin kërkesën për këto burime, një prirje që pritet të vazhdojë për dekada. Së treti,
Përparimet në teknologjinë e shpimit dhe të nxjerrjes kanë bërë që operacionet offshore të jenë më efikase dhe të afta të arrijnë thellësi më të mëdha. Këto zhvillime teknologjike kanë hapur aksesin drejt rajoneve prodhuese të naftës që më parë ishin shumë të vështira ose shumë të kushtueshme për t'u shfrytzuar. Së katërti, disa nga rezervat më të mëdha të naftës në botë ndodhen në fundin e detit dhe jo në tokë. Kjo është nga arsyet kryesore që nxit kompanitë të ndërtojnë platforma offshore. Një arsye tjetër e rëndësishme pse kompanitë e naftës preferojnë shpimin offshore lidhet me ndikimin e mundshëm mjedisor të operacioneve tokësore. Shpimi në tokë kërkon sipërfaqe të mëdha dhe mund të dëmtojë ndjeshëm zona me popullsi në rritje. Për më tepër, derdhjet ose rrjedhjet e naftës në tokë paraqesin rreziqe serioze për burimet e ujit të pijshëm dhe për komunitetet përreth. Pas përfundimit të projekteve tokësore të shpimit, buset duhet të çmontohen dhe të mbyllen, duke shkaktuar kosto të konsiderueshme. Platformat offshore, përkundrazi, u lejojnë kompanive të shmangin ndërhyrje në tokë të destinuar për banim ose industri të tjera. Teknologji të specializuara janë zhvilluar për të minimizuar rrezikun e rrjedhjeve të paqëllimshme të naftës ose shpërthimeve në këto objekte, duke reduktuar ndjeshëm mundësinë e ndotjes së ujit. Si rezultat, shpimi offshore mbetet një zgjedhje strategjike dhe ekonomikisht tërheqëse për kompanitë e naftës dhe gazit në mbar botën. Kjo ishte gjithçka për sot. Faleminderit për shikimin. Abononi në kanalin ton për të parë më shumë video të tilla.